Përshëndetje miq. Sot do t'ju tregojmë një histori që ka bërë namin në rrjetet sociale dhe ka habitur jo vetëm shqiptarët, por edhe mediat e huaja. Bëhet fjalë për një burr shqiptar, i cili megjithse është i martuar vetëm një herë, ka arritur të bëhet baba i plot 38 fëmijëve. Po, e dëgjuat mirë, 38 fëmijë nga e njëjta grua, dhe të gjithë të shëndetshëm e plot jetë. Historia e tij është një përzierje e dashurisë, sakrificës, forcës familjare dhe besimit të fortë në Zot. Në kohën kur shumë çifte hezitojnë të kenë edhe një fëmijë për shkak të vështirësive ekonomike, ky burr dhe gruaja e tij kanë krijuar një familje sa një fshat i vogël. Si arriti ky shqiptar të rrisë kaq shumë fëmijë? Si është jeta e përditshme e një familje me 40 anëtar? Dhe çfarë thot vet ai për këtë jetë të jashtëzakonshme? Le ta zbulojmë bashk, hap pas hapi. Jeta që sfidon çdo kufi. Në një fshat të vogël mes kodrave të Shqipërisë së Mesme, ku cicërimat e zogjve zgjohen çdo mëngjes bashkë me diellin, jeton një burr që për shumë kënd është legjendë gjallë. Quhet Hekuran Shabani, një burr i thjesht, punëtor me duar të forta nga toka dhe zemër të madhe sa vetë qielli. Ai është i martuar me një grua po aq të jashtëzakonshme, Mirenën, bashkëshorten që ka qëndruar për krah tij për më shumë se 3 dekada. Por ajo që e bën historinë e tyre të veçantë është një fakt që ka tronditur e mahnitur njëkohësisht gjithë zonën. Hekurani dhe Mirena kanë 38 fëmijë. Po, 38. Një numër që shumë kënd e lë pa fjalë. Por për ta është bekim, është frymë e Zotit dhe kuptimi i jetës së tyre. Në shtëpinë e tyre të madhe, që më shumë i ngjan një kamp i verë plot zhurmë me hare, çdo mëngjes fillon njësoj me aromën e bukës së sapo pjekur dhe me zërat e fëmijëve që përplasen me njëri tjetrin në korridor. Mos u shty, ardit, thëret Mirena, duke përzier brumin me dorë. Po s'po shtyhem, moj nën, po më shtyn ai. Përgjigjet djali nga ana tjetër. Në anën tjetër të dhomës, një tjetër zë, më i vogël e më i butë, ngrihet. Mami, më gjej çorapen e majt. Mirena buzëqesh, pa e kthyer kokën. Në raftin e dytë, afër sobës, shpirti i mamit. Po shpejt, se vonohesh për shkollë. Kështu kalon çdo ditë në shtëpinë e tyre, me një ritëm që vetëm dashuria mund ta mbajë gjallë. Të tjerët do të ishin dorëzuar prej kohësh, por Hekurani dhe Mirena jo. Për ta, çdo fëmijë është një dhuratë e Zotit, dhe çdo mëngjes një dëshmi që jeta ka kuptim vetëm kur ndahet me dashuri. Në fshat njerëzit flasin me admirim, por edhe me habi. Nuk di si a del, o Hekuran, i thon shpesh në kafenen e fshatit, ndërsa ai pi një kafe të zezë pas pune. Ai qesh me përullësi dhe përgjigje. Me dorën e Zotit, vëlla, kur do Zoti, asgjë të mungon. Unë kam tokën, punën dhe mbi të gjitha Mirenën. Pa të, asgjë do ishte e mundur. Dhe vërtet, Mirena është shtylla e asaj familjeje. Një grua që s'është lodhur kurrë së dhuruari dashuri. Ajo nuk i sheh fëmijët si barë, por si dritë. Çdo natë që fle, i numëroj me zemër, jo me gishta, thot ajo shpesh me një buzëqeshje të butë. Në sytë e saj nuk ka lodhje, vetëm dritë dhe mirënjohje. Fëmijët që rriten me dashuri, jo me luks. Shtëpia e tyre nuk ka pasuri të mëdha. Ka vetëm dashuri, rend dhe një ndjenjë të rrallë bashkimi. Çdo fëmijë ka detyrën e tij. Disa kujdesen për bagëtit, të tjerë ndihmojnë në art, të tjerë mbledhin dru, e më të mëdhenjt kujdesen për të vegjlit. Në fundjavë, kur të gjithë mblidhen rreth tavolinës së madhe prej druri, shtëpia duket si një fest. Një kazan i madh me fasule ose me byrek që s'ka fund, ndan lumturi në çdo pjatë. Fëmijët qeshin, flasin një mbi tjetrin, tregojnë çfarë kanë bërë në shkollë. Kush ka marrë notë më të mirë? Kush ka ndihmuar plakun e fshatit? Në ato momente, Hekurani shikon dhe ndjen një ngrohtësi që nuk përshkruhet me fjalë. Nuk ka pasuri që mund ta blejë atë ndjesi. Vështirësitë që se thyen dot shpirtin. Por rruga e tyre s'ka qenë e lehtë. Kur lindën fëmijët e parë, jeta ishte e thjeshtë. Por pas fëmijës së 10, shumë njerëz filluan t'i gjykonin. Ç'bëni kështu, si jeni në mesjet? Thoshin disa. Si do ju ushqeni kaq shumë fëmijë? Të tjerë pyetnin me tallje. Por Hekurani nuk dëgjoi asnjë fjalë. Ai besonte se Zoti jep bukën atij që e do jetën, dhe se dashuria e vërtet nuk matet me numra. Në vend që të dorëzohej, ai punoi më shumë. Ngriti një stall, zgjeroi tokën, mori disa pula e dhi, dhe me ndihmën e fëmijëve, filluan të prodhonin pothuajse gjithçka vetë. Ne jemi të varfër në lek, por të pasur në shpirt, thoshte Mirena shpesh. Ajo e dinte se çdo natë që fëmijët flinin të ngrohtë, ajo kishte fituar betejën më të rëndësishme, betejën e jetës. Një ditë që ndryshoi gjithçka.
Një ditë, në fshatin e tyre mbërriti një ekip televiziv që kishte dëgjuar për burrin me 38 fëmijë. Gazetarët mbetën pa fjalë kur pan shtëpinë plot jetë. Njëri prej tyre e pyeti Mirenën: "A nuk ndiheni e lodhur nga gjithë kjo barr?" Ajo buzëqeshi dhe u përgjigj: "Lodhja është dhimbje kur mungon dashuria. Kur ke dashuri, çdo dhimbje kthehet në gëzim." Fjalët e saj prekën miliona njerëz. Historia e tyre u shpërnda në internet, dhe brenda pak ditësh, familja Shabani u bë simbol i forcës dhe vlerave familjare shqiptare. Qindra njerëz u frymëzuan, disa madje u ofruan të ndihmonin me veshje, libra dhe ushqime. Por Hekurani tha vetëm: "Ne nuk duam lëmosh, duam bekim. Nëse njerëzit mësojnë të duan njëri tjetrin si ne, kjo mjafton." Fëmijët që ëndërrojnë ndryshe. Nga 38 fëmijë, disa tashmë janë rritur. Disa studiojnë në qytet, të tjerë janë kthyer për të ndihmuar prindërit. Njëri është mjek, një tjetër mësues, një vajzë është infermiere në spitalin e rrethit. Por edhe ata që ende janë të vegjël, e dinë që çdo ëndër lind nga puna. Babai na mësoi që duart e pastra nuk janë ato pa balt, por ato që punojnë ndershëm, thot djali i madh. Në çdo cep të shtëpisë, sheh një copës dashurie. Një vizatim në mur, një foto e vjetër, një karrige që është rregulluar me gozhda, një triko e qëndisur nga vet Mirena. Ajo shtëpi nuk është e pasur në luks, por është e mbushur me shpirt. Dashuria që nuk mbaron. Hekurani dhe Mirena janë bashkë prej më shumë se 30 vitesh. Ata se kanë njohur kur fjalën ndarje. Janë zënë, janë lodhur, por kur s'kan fjetur pa u pajtuar. Sekreti i martesës son? Pyetet shpesh Hekurani. Ai qesh dhe thot: "Mos i numëro gabimet, numëro faljet." Në mbrëmje, kur dielli perëndon dhe fëmijët flen, ata dy dalin në obor. Mirenës si pëlqen të numëroj yjet. "Janë si fëmijët tanë, si dallon dot, por të gjithë ndriçojnë", i thot ajo. Ai e shikon me dashuri, e përqafon dhe i thot: "Nëse do kisha lindur 100 herë, përsëri ty do të zgjidhja." Mesazhi që mbetet. Historia e tyre është më shumë se një kuriozitet. Është një kujtesë se dashuria e vërtet s'ka kufi. Se familja është forca më e madhe që mund të ketë njeriu. Në një botë ku njerëzit po largohen nga njëri tjetri, ku fëmijët shpesh rriten para ekranit, Hekurani dhe Mirena kanë ndërtuar një univers të vogël dashurie të pastër. Një vend ku fjala "ne" vlen më shumë se unë. Kur dikush e pyet Mirenën nëse do kishte dashur më pak fëmijë, ajo buzëqesh dhe thot: "Jo, çdo fëmijë është një arsye për të falënderuar Zotin. Kur i shoh duke qeshur, e di që jeta ime ka pasur kuptim." Në fund të ditës, në shtëpinë e tyre mbretëron qetësia. Nga jashtë dëgjohet era që tund dritaret, ndërsa brenda dëgjohen frymëmarrjet e fëmijëve që flen. Hekurani dhe Mirena ndajnë një vështrim. Ai vështrim që vetëm dy njerëz që kanë ndarë gjithçka mund ta kuptojnë. Janë lodhur, por janë të lumtur. Kanë më shumë se çdo kush mund të ëndërrojë një familje të vërtetë. Sepse ndonjëherë pasuria më e madhe nuk është ajo që mund të numërosh me lek, por ajo që e ndjen me zemër. Brezi që mban mbi supe ëndrrën e prindërve. Vitet kaluan, dhe zhurma e fëmijëve të vegjël që dikur mbushnin oborrin e shtëpisë së madhe u kthyen në një melodi të butë kujtimesh. Disa nga fëmijët e Hekuranit e Mirenës tashmë janë bërë burra e gra, me familje të tyre, me shtëpi e punë, ndërsa të tjerët vazhdojnë të ndjekin ëndra që u lindën në atë shtëpi plot dashuri. Por pavarësisht se ku ndodhen në qytet, në fshat apo edhe jashtë vendit, zemra e tyre mbetet gjithmonë e lidhur me shtëpinë ku janë rritur. Ata e dinë se forca, respekti dhe besimi që i karakterizon ka një burim të vetëm, dashurinë e prindërve. Kthimi i të madhit, djali që u bë mjek. Ardiani, djali i madh i Hekuranit, është simboli për kushtimit dhe shembulli që frymëzoi gjithë familjen. Ai ishte ndër të parët që shkoi në universitet. Kur doli për herë të parë nga fshati për të ndjekur mjekësinë në Tiranë, kishte vetëm një valixhe të vjetër dhe një premtim në zemër. "Do të kthehem një ditë për t'i ndihmuar njerëzit e mi." Në kryeqytet nuk ishte e lehtë. Net pa gjumë, pagesa e konvikteve, mungesa e librave. Por çdo herë që e kapte lodhja, ai kujtonte fytyrën e nënës. Mirena i kishte thënë ditën që u nis: "Mos harro, biri im, nes të dërguam të bëhesh i pasur, por i dobishëm." Pas 6 vitesh të mundimshme, ai u diplomua me rezultate të shkëlqyera. Kur u kthye në fshat, i gjithë vendi e priti si hero. Të moshuarit e shikonin me krenari, ndërsa Hekurani mezi përmbante lotët. "Mjeku i fshatit ton është djali im", thoshte me zë të dridhur. Ardiani vendosi të mos qëndronte në qytet, megjithse kishte oferta pune.
Ai hapi një qendër të vogël shëndetësore në afërsi të fshatit, ku ndihmonte njerëzit pa pagesë. Nëse unë shëroj dik, është si të shëroj prindërit e mi, thoshte shpesh. Vajza që e ktheu dhembjen në shpresë. Ndërsa Ardiani ishte krenaria e babait, Eldina, vajza e pestë, ishte zemra e nënës, që e vogël kishte ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Kur ndonjë fëmijë tjetër qante, ajo ishte e para që vraponte t'i fshinte lotët. Më vonë, ajo u bë infermiere dhe punoi në spitalin e qytetit. Por një ngjarje e rëndë ndryshoi gjithçka. Një nga motrat e vogla u sëmu rënd, dhe për disa javë familja jetoi me frikë e ankth. Eldina e kujdesej për të ditë e natë, pa u lodhur. Kur më në fund vajza u shërua, ajo u betua se do t'i kushtonte jetën kujdesit për fëmijët e sëmur. Sot, ajo drejton një organizatë që ndihmon familjet e varfra me fëmijë me probleme shëndetësore. Shpesh thot, dashurinë që na dha nëna, unë dua ta shpërndaj tek të tjerët. Krenaria e vogël, djaloshi që e bëri fshatin të njihet. Në mesin e djemve të shumt, Samiu ishte ndryshe. Ndërsa të tjerët merreshin me tokën, ai merrej me këngë. Në çdo dasmë, në çdo gëzim, Samiu ishte ai që ngrinte zërin i pari. Por prindërit nuk e morën me lehtësi. Nuk hahet kënga, bir, i thoshte Hekurani me kujdes. Por Samiu kishte një dritë në sy që nuk shuhej. Me ndihmën e vëllezërve, ai regjistroi këngën e tij të parë në një studio të vogël, dhe brenda pak javësh, ajo u bë virale në rrjetet sociale. Fshati u mbush me gazetar. Nga familja me 38 fëmijë, del këngëtari që fiton zemrat e shqiptarëve. Shkruanin portalet, por Samiu nuk e harroi kurrë se nga vinte. Në çdo intervistë thoshte, unë jam fryti i dashurisë së prindërve të mi. Nëse këndoj me shpirt, është sepse në atë shtëpi u mësova se dashuria është muzika më e bukur e jetës. Shtëpia që splaket. Shtëpia e madhe në fshat mbetet zemra e familjes. Aty kthehen të gjithë, çdo verë, si zogjë që kthehen në folen e tyre. Në obor, nën hijen e një mani të vjetër, mblidhen brezat. Nipër, mbesa, djem, vajza, kunata, dhëndur. Është një pamje që të mbush me emocione, mbi 50 njerëz rreth një tavoline. Të gjithë me të njëjtin mbiemër, të lidhur me një dashuri që nuk njeh kufi. Mirena ende gatuam vet. Edhe pse jeni rritur, për mua jeni po ata fëmijë që kërkonin bukë me reçel, thot ajo me humor. Hekurani ecën më ngadalë tani. Por çdo herë që sheh oborrin plot, syti mbushen me dritë. Kjo është pasuria ime. Këta janë varret e mia të gjalla, kujtime që s'vdesin, thot shpesh, me zërin që i dridhet nga emocionet. Kur jeta të sfidon sërish. Por edhe në këtë lumturi, jeta se kurse ndhimbjen. Një dimër, Hekurani u sëmur rënd. Fëmijët të shpërndar në qytete jashtë vendit, u kthyen me njëherë në fshat. Shtëpia u mbush me heshtje. Të gjithë prisnin lajme nga mjekët, ndërsa Mirena qëndronte pranë tij, me duart e lidhura. Një natë, Hekurani i hapi syt dhe i tha me zë të ulët. Mos qaj, grua. Edhe po të iki, unë siki. Jam në çdo birë e bi që kemi lindur. Ne kemi lënë pas dashuri, e dashuria s'vdes. Lotët i rodhën Mirenës në faqe, por ajo buzëqeshi. Ti s'ke për të ikur kurrë, se çdo fëmijë ka diçka nga ti. Pas disa javësh, gjendja e tij u përmirësua. Kur doli në obor, fëmijët e pritën me këngë lule. Ishte si ringjallje, si një dhuratë nga Zoti. Në atë moment, Hekurani e kuptoi se jeta i kishte dhënë më shumë se sa i kishte kërkuar ndonjëherë. Mësimet që lihen pas. Tani, çdo vit në ditëlindjen e Hekuranit, fëmijët mblidhen për ta festuar. Nuk është thjesht një ditë gëzimi, është një ditë kujtese, një ditë falënderimi. Ata kujtojnë sakrificat, urinë, punën në ar, netët pa gjumë, por edhe qeshjet, përqafimet dhe ngrohtësinë që s'u mungoi kurrë. Njëri nga djemt që tani është prind vet, shpesh u thot fëmijëve të vet: kur të jeni të lodhur nga jeta, kujtoni gjyshin Hekuran. Ai s'u dorëzua asnjëherë, sepse dashuria e tij ishte më e fortë se çdo vështirësi. Një trashëgimi që s'ka çmim. Në një botë ku shumë familje ndahen për gjëra të vogla, familja Shabani qëndron si monument dashurie dhe durimi. Ata nuk kanë pasuri, por kanë një pasuri që nuk blihet bashkimin. Kur dikush e pyet Hekuranin se çfarë do t'u lër fëmijëve, ai thot: asnjë tokë, asnjë pallat, por u lash diçka më të madhe, shembullin se si të duan njëri tjetrin. Fjalët e fundit të Mirenës. Një mbrëmje vere, teksa dielli perëndonte, Mirena qëndronte në verandë dhe i shikonte fëmijët që loznin me niprit. Një nga vajzat e saj më të vogla i tha: "Mam, si ja dole me kaq shumë fëmijë?" Ajo qeshi dhe ja përkëdheli flokët.
Zemra ime, kur do dik, Zoti ta zgjeron shpirtin. Dashuria nuk ndahet, ajo shumëzohet. Prandaj kemi qenë të lumtur. Në atë moment, mbi kodrën përballë, dielli po zbriste ngadalë, duke lënë pas një dritë të artë që përhape mbi fshat. Ishte si një bekim, si të donte të thoshte se çdo gjë që lind nga dashuria jeton për jetë. Mesazhi që mbetet brez pas brezi. Historia e Hekuranit dhe Mirenës është më shumë se një rrëfim familjar. Është një testament për çdo shqiptar që beson se dashuria dhe sakrifica mund të ndërtojnë botë. Në një vend të vogël, në një shtëpi modeste, u shkrua një histori e madhe. Ajo e një burri e gruaje që nuk hoqën dorë nga ëndra e tyre për të pasur një familje të madhe të bashkuar. Ata na kujtojnë se, edhe në kohë të vështira, nëse do me shpirt, çdo gjë është e mundur. Se prindërit e vërtet nuk janë ata që kanë shumë, por ata që japin shumë. Dhe se ndonjëherë mrekullit nuk ndodhin në qytet, por në një fshat të vogël, me zërave të fëmijëve që qeshin e thërasin. Mami, babi, brezi i tretë dhe trashëgimia e dashurisë. Fshati i vogël me skodrave shqiptare nuk ishte parë kur kaq shumë gjallëri si këtë verë. Obori i shtëpisë Shabani ishte mbushur me zëra të vegjël. Niprit dhe mbesa që loznin pafund, duke bërë zhurmë sa të marrë mendja. Në mes tyre, Ardiani i madh ndiqte një zakon që kishte mësuar nga babai i tij. Tu tregoj fëmijëve se çdo ëndër kërkon punë dhe durim. Mos prisni që gjithçka të vijë vet, u thoshte nipërve. Nëse dëshironi diçka, punoni për të, sepse pas çdo mundimi vjen shpërblimi. Nipërit që ëndërrojnë lart. Nipërit dhe mbesat e Hekuranit kanë talente të ndryshme. Disa janë të apasionuar pas sportit, duke u stërvitur në fushat e vogla të fshatit. Disa e kanë zërin në gjak, këndojnë dhe interpretojnë drama për festivale shkollore. Disa të vegjël fillojnë të ndihmojnë në tokën e babait të gjyshit, duke mësuar të mbjellin dhe korrin, të ndjekin rrugën e gjyshit që ua mësoj dashurin për tokën. Edhe pse teknologjia dhe qyteti ofrojnë shumë mundësi, këta fëmijë kthehen gjithmonë në oborin e madh për të marrë energji dhe frymëzim nga historia e gjyshit dhe gjyshes. Ata e dinë që çdo hap i madh i jetës nis nga baza, dhe baza e tyre është dashuria dhe bashkimi familjar. Vajza që ndjek hapat e nënës. Eldina, tashmë një infermiere e njohur, nuk e ndaloi kurrë pasionin për ndihmën e të tjerëve. Kur niprit e vegjël e pyesnin se si mund të bëhesh i dobishëm për të tjerët, ajo thoshte: "Gjithçka nis me zemrën. Nëse doni dik vërtet, atë person do ta ndihmoni pa pyetur për shpërblim." Ajo u tregonte historitë e fëmijëve të vegjël që i kishte ndihmuar, duke i bërë niprit të kuptojnë se të ndihmosh nuk është sakrificë, por bekim. Fëmijët, të mahnitur nga këto rrëfime, filluan të mendojnë për ëndrat e tyre. Disa dëshironin të ishin mjek, të tjerët mësues, artist apo sportist, por secili prej tyre dinte një gjë: dashuria dhe përkushtimi janë çelësi i çdo suksesi. Ardiani dhe përgjegjësia e një brezi të madh. Ardiani, djali i madh, shpesh ndjente barrën e përgjegjësisë, jo vetëm ndaj fëmijëve të vet, por edhe ndaj të vegjëlve të tjerë në fshat. Ai donte që brezi i tretë të mësonte të qëndronte bashk, të ndihmonte njëri tjetrin dhe të ruante vlerat që kishte mësuar nga gjyshi. Kur dikush i thoshte: "Pse rrit kaq shumë fëmijë dhe nipër pa u shqetësuar për rrugët e tyre?" Ai qeshte dhe përgjigjej: "Sepse ata janë pasuria jonë, dhe çdo pasuri ka nevojë për kujdes." Për Ardianin dhe bashkëshorten e tij, çdo ditë ishte një mësim i ri se dashuria dhe sakrifica nuk kanë fund, dhe se çdo fëmijë që rritet me vlera e bën botën më të mirë. Ritualet e vjetra që lidhin brezat. Në shtëpinë Shabani, disa tradita nuk ndryshojnë kurrë. Çdo mëngjes, fëmijët bëjnë mëngjes bashk. Çdo natë vere, ata mblidhen në verandë dhe tregojnë historitë e gjyshit, të gjyshes, të prindërve të tyre. Këto janë mësime që nuk shkruhen në libra, por në zemra. Çdo gjë që ata mësojnë do të shërbejë për të ndërtuar jetën e tyre dhe për ta mbajtur familjen të bashkuar. Trashëgimia e vërtetë. Në një ditë të veçantë vere, kur të gjithë nipërit dhe mbesat u mblodhen për të festuar ditëlindjen e Hekuranit, ai i pyeti: "Çfarë do të mbani mend nga ky obor dhe kjo shtëpi?" Një nga nipërit e vegjël u përgjigj: "Do të mbaj mend që dashuria është më e madhe se gjithçka." Një tjetër tha: "Do të mbaj mend se çdo punë ka kuptim kur punohet me zemër." Edhe një vajzë e vogël me sy të shkëlqyer shtoi: "Do të mbaj mend se familja është gjithçka." Hekurani dhe Mirena buzëqeshën, të prekur deri në thellësi të shpirtit. Kjo ishte trashëgimia e tyre, më e fortë se çdo pasuri materiale. Vlera, dashuri dhe bashkim. Një mesazh për brezin e ri.
Historia e tyre nuk është thjesht një rrëfim i jashtëzakonshëm. Ajo është një kujtesë se çdo familje mund të qëndrojë bashkuar, pavarësisht numrit të anëtarëve, sfidave apo vështirësive. Dashuria, respekti, besimi dhe sakrifica janë themelet që mbajnë çdo shtëpi të fortë. Në këtë shtëpi të madhe, çdo brez mëson një të vërtetë. Jetesa ka kuptim vetëm kur ndahet me të tjerët. Vizatimi i fundit. Në mbrëmjet e nxehta të verës, kur era përshkon oborrin dhe niprit e mbesat lozin duke qeshur, Hekurani dhe Mirena i shikojnë me një kënaqësi që s'ka fund. Ata dinë që kanë ndërtuar diçka që do të zgjasë më shumë se një jetë, një trashëgimi dashurie dhe frymëzimi për brezat e ardhshëm. Në atë shtëpi, çdo zë, çdo buzëqeshje dhe çdo përqafim janë prova se mrekullit ndodhin kur zemrat janë të hapura. Kjo është historia e një burri që u martua një herë, por krijoi një familje të madhe të përjetshme, e cila do të frymëzojë brezat të tërë për shumë vite. Sfidat dhe mrekullit e brezit të tretë. Fshati i vogël shqiptaro ishte i njohur për historinë e jashtëzakonshme të familjes Shabani, por asnjë nuk e kuptonte plotësisht se çfarë do të thoshte të jetoje në një shtëpi ku çdo ditë kishte më shumë zëra se sa një kopsh lule dielli plot zogj. Brezi i tretë tashmë kishte rritur disa nga niprit dhe mbesat e vegjël, por jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë. Edhe pse dashuria që mbartnin nga gjyshërit ishte e madhe, sfidat moderne të shkollës, qytetit dhe teknologjisë i testonin çdo ditë. Të përballesh me botën e madhe. Ardiani, djali i madh, shpesh ndjente barën e përgjegjësisë së familjes. Shumë nga niprit e mbesat e vegjël ëndërronin të largoheshin nga fshati për të ndjekur shkollat më të mira në qytet, për të studiuar dhe për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt. Babai dhe gjyshi më mësojnë gjithmonë se të qëndrosh pranë shtëpisë nuk do të thotë të mos ëndërrosh, thoshte Ardiani. Ai inkurajonte të gjithë që të ndiqnin ëndrat e tyre, edhe pse zemra e tij mbetej e lidhur me çdo hap të tyre. Disa prej tyre përballeshin me frikë, pasiguri dhe dyshime, një realitet që çdo brez i ri përballet kur përpiqet të ndërtojë diçka të madhe. Por mes tyre gjithmonë kishte një kujtesë. Shpirti i familjes Shabani është forcë që nuk thyhet. Mrekullia e vogël e një fëmije. Një nga momentet më prekse ndodhi gjatë një dimri të ftohtë. Një nga niprit e vegjël, Iliri, u sëmu rënd nga gripi dhe temperatura e lartë i shkaktoi frikë të madhe të gjithë familjes. Të gjithë ranë në gjunjë, duke u lutur për shëndetin e tij, ndërsa gjyshërit dhe prindërit nuk e lanë asnjë sekond. Por Iliri nuk kishte dhënë shenja përmirësimi për disa ditë. Një natë, ndërsa Hekurani qëndronte pranë krevatit të nipit, ai preku dorën e vogël të Ilirit dhe i tha me zë të ulët: "Zot, bëj që ky vogëlush të shërohet, ashtu siç na ke dhuruar në të gjithë këta bekime." Dita tjetër, për mrekulli, temperatura ra dhe Iliri filloi të buzëqesh. Të gjithë ranë në duart e njëri tjetrit, duke qeshur dhe duke qarë njëkohësisht. Kjo për familjen ishte më shumë se një shërim, ishte një dëshmi se dashuria dhe besimi mund të sjellin mrekulli. Mësime për niprit dhe mbesat. Nga ato momente, niprit dhe mbesat kuptuan se familja nuk është thjesht gjak, por një rrjet mbështetje, sakrifice dhe dashurie të palëkundur. Ata mësuan: durimi është çelësi i çdo suksesi. Dashuria mund të mposh frikën dhe vështirësitë. Çdo gjë që bëjmë për njëri tjetrin kthehet në lumturi. Edhe pse bota jashtë fshatit është e madhe dhe ndërlikuar, brezi i tretë ndjente fuqinë e rënjëve të tij. Ato rënjë që i kishin lënë gjyshërit Hekuran dhe Mirena, të ngulitura në dashuri dhe përkushtim. Vlerat që nuk shiten. Në oborrin e madh, ndërsa fëmijët loznin dhe qeshnin, një nga niprit më të mëdhenj, Altini, i pyeti gjyshin: "Gjysh, si mund të kemi kaq shumë dashuri dhe të mos ndahen kurrë zemrat tona?" Hekurani u buzëqesh dhe i tha: "Sepse dashuria nuk matet me numra. Ajo matet me përkushtim, me kujdes dhe me praninë tënde për njëri tjetrin. Nëse gjithmonë do të kujdeseni për njëri tjetrin, nuk ka forcë në botë që mund t'ju ndajë." Kjo ishte një mësim që nipërit dhe mbesat nuk do të harronin kurrë. Ata e dinin që, pavarësisht sfidave që do të vinte jeta, familja ishte një forcë që nuk thyhet. Frymëzimi që shpërndahet. Historia e familjes Shabani filloi të bëhej e njohur përtej fshatit. Gazetar, studiues dhe vizitor të ndryshëm vinin për të parë këtë fenomen të jashtëzakonshëm, një familje që jetonte me kaq dashuri dhe respekt. Edhe pse kishte 38 fëmijë dhe shumë nipër mbesa, por Hekurani dhe Mirena nuk ishin të interesuar për famë apo njohje. Ata thjesht donin që çdo brez të kuptonte diçka të thjeshtë. Dashuria dhe sakrifica janë themelet e çdo jete të lumtur. Një fund i përkohshëm, por jo i përjetshëm. Me kalimin e viteve, brezi i tretë u rrit dhe filloi të ndërtoi familjet e tyre.
Ata mbajtën gjallë traditat, rituale dhe zakone që kishin mësuar nga gjyshëri. Çdo verë, obori i madh bëhej vendi ku të gjithë ktheheshin një qendër dashurie, kujtese dhe frymëzimi. Hekurani dhe Mirena, me sy të qeshur dhe zemër të mbushur, e shikonin brezin e tretë dhe thoshin: "Ja, këta janë frytet e punës son." Dhe secili prej tyre do të vazhdoj të mbjellë dashuri. Në atë shtëpi të madhe, me nipëri dhe mbesa që qeshnin e loznin, jeta vazhdonte të jetë një histori frymëzuese dhe jashtëzakonshme. Një shembull për çdo familje që dëshiron të qëndrojë bashkuar dhe të rritë breza të fortë me zemër të madhe. Fundi i madh dhe trashëgimia që mbetet. Vit pas viti, obori i madh i familjes Shabani ishte gjithmonë plot jetë dhe zëra. Çdo ditë ishte një ditë mësimi për të vegjëlit dhe një fest për të rriturit. Por edhe pse lodhja e viteve ndjehej në trupat e Hekuranit dhe Mirenës, ata nuk ndaluan kurrë. Dashuria e tyre ishte e pafundme, dhe energjia e saj i mbante të rinj përballë sfidave të jetës. Një ditë reflektimi. Një mëngjes vere, Hekurani ul pranë oborrit dhe shikoi nipërit dhe mbesa që loznin. Ai mendoi për rrugën e gjatë që kishte kaluar, punën e palodhur në ar, shqetësimet për fëmijët, netët pa gjumë dhe përpjekjet për të mbajtur familjen të bashkuar. Por ndërkohë që shikonte fytyrat e gëzuara, një ndjenjë e thellë kënaqësie mbushi zemrën e tij. Ai e kuptoi se çdo sakrificë kishte qenë e vlefshme, sepse kishte krijuar një familje që do të frymëzonte breza të tërë. Mirena ju afrua dhe i preku dorën. "Shiko çfarë kemi krijuar," i tha me zë të butë. "Një pasuri që s'ka çmim dhe që nuk mund të blihet. Një mesazh për brezin e ri." Tani, kur nipërit dhe mbesat po rriten dhe ndërtojnë jetët e tyre, Hekurani dhe Mirena ndjejnë se trashëgimia e tyre nuk është thjesht numri i madh i fëmijëve. Trashëgimia e vërtet është dashuria që nuk ndalet, vlerat që përcillen brez pas brezi, bashkimi familjar që nuk thyhet. Ata dinë se çdo veprim, çdo përqafim, çdo këshill që i dhan fëmijëve dhe nipërve, është një far që do të jap fryte edhe për shumë vite. Një festë e veçantë. Për të përkujtuar të gjithë historinë e tyre, familja organizoi një festë në oborrin e madh. Të gjithë ishin të pranishëm, fëmijë, nipër, mbesa, bashkëshortet e të rriturve, e madje edhe fqinjë dhe miq të fshatit. Kjo nuk ishte thjesht një festë, ishte një manifestim i dashurisë dhe unitetit. Një dëshmi se sa e fuqishme mund të jetë një familje ku ndan gjithçka me zemër. Të gjithë u ngritën në këmbë kur Hekurani dhe Mirena u folën. "Ne kemi bërë vetëm një gjë. Kemi dashur njëri tjetrin dhe kemi punuar për të siguruar që fëmijët tanë të kenë dashuri dhe vlera. Nëse kjo u bë motiv për ju, atëherë misioni ynë është përmbushur." Lotët nuk munguan, buzëqeshjet përhapen në fytyrat e të gjithëve. Në atë moment, çdo brez kuptoi diçka të thjeshtë. Dashuria e vërtet nuk matet me numra, por me ndikimin që lë në zemrat e të tjerëve. Një mrekulli që vazhdon. Brezi i tretë vazhdoi të rritet, duke sjellë frymë të re dhe ëndra të reja. Disa u bën mësues, të tjerë mjek, artist, sportist, ndërsa të vegjëlit e rinj mësuan të qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe të ndihmojnë pa u lodhur. Obori i madh i shtëpisë Shabani u bë simboli i jetës së përbashkët, i sakrificës dhe dashurisë që nuk njeh kufi. Njerëzit nga fshati dhe mëgjer vinin për të parë familjen që sfidoi çdo probabilitet dhe krijoi një histori frymëzuese. Fjalët e fundit të Hekuranit dhe Mirenës. Në mbrëmjet e qeta, kur dielli perëndon mbi kodrat shqiptare, Hekurani dhe Mirena qëndrojnë dorë për dore. Ata shikojnë nipërit dhe mbesat duke qeshur dhe luajtur, dhe thonë me një zë të butë: "Ne nuk kemi pasuri të mëdha, nuk kemi pallate, nuk kemi pasuri materiale që mund t'i numërosh, por kemi krijuar diçka që nuk do të vdes kurrë, një familje të bashkuar, një trashëgim i dashurie, dhe zemra të pasura me vlera që do të frymëzojnë brezat e ardhshëm." Dhe kështu, historia e burrit që u martua një herë, por krijoi 38 fëmijë dhe një brez të tërë të frymëzuar nga dashuria, vazhdon të jetojë jo vetëm në fshat, jo vetëm në Shqipëri, por në zemrat e çdo njeriu që kupton se dashuria dhe sakrifica janë çelësi i jetës së lumtur.